Ne do të shkojmë pas pak në Prishtinë, do të kemi një lidhje me gazetarin dhe redaktorin e të shtatës atje, me Shkodran Hotin. Ka dështuar për herë të tetë sot në kuvendin e Kosovës, duke futur në një ngërç politik pasi nuk ka një marrëveshje politike mes palëve zgjedhjen e kreut të ri të parlamentit në Kosovë dhe kësaj nuk mund të formohet qeveria e re. Edhe këtë herë, lëvizje vetëvendosje Albin Kurtit ka këmbgulur duke hedhur në votim të njëjtin emër si në 7 seancat e tjera, Albulena Haxhiun, e cila sot mori më pak vota. Është folur dhe komentuar shumë se duhet një marrëveshje politike, gjë që duket se palët janë shumë larg, pasi duhen votat të arrihen në 61 për zgjedhjen e kreut të ri të kuvendit. Çfarë ndodh nesër apo mbas 2 apo 3 ditësh kur dështimi është i radhës dhe i 8 në këtë seancë? Shkodran Hoti, përshëndetje. Çfarë ndodh tani kur është lënë seanca e radhës dhe duket sikur në Kosovë po luhet, ne përdorim shpesh loj luftrash, pra askush nuk e do, le të themi, zgjidhjen në këtë moment? Ka një ripërsëritje të skenarit që e kemi po edhe gjatë seancave të tjera, pra sot është hera e 8, i vetmi ndryshim që e kemi parë sot është e propozuara prej vetëvendosjes për pozitën e kryeparlamentarit i mori 3 vota me pak, pra 54 tash. Nuk e di pse ishin 3 më pak, për një realisht dihet sepse e bëri të qartë konjufte, ishtë kryeparlamentari kur e bëri propozimin, sa që mungon një për i deputetëve të majorancës, konkretisht deputeti Nizir Kraki, i cili vjen nga diaspora, po për 2 votat e tjera nuk e kam të qartë sepse munguan sot, megjithatë nuk kishte asgjë të re, kishte deklarata të njëjta, vazhdoi arroganca e pushtetit, cilin e kemi po edhe ditëve të kaluara, po insistojnë që të jetë emri i njëjtë, pa dhe ndonjë arsye specifike, sepse prej anës e opozitës ka pasur një fargatishmërie që të lëshohet me idenë që të propozohet një kandidat tjetër. Në këtë rast janë përmend 2 emra, siç ju kemi thënë, Saranda Bogujevci dhe Shqipe Selimi. Hoti, a duhet që deputet për shembull të marrin iniciativën që ta çojnë në gjykatë kushtetuese sepse ky ngërç duhet të zgjidhet, sepse edhe në seancën tjetër përsëri Albin Kurti mund të çojë po prapë emrin e Albulena Haxhiut dhe votat nuk i ka. Ajo është përmend si një opcion, nëse nuk dërgohet në gjykatën kushtetuese, momentalisht nuk ka një mekanizëm tjetër që jep zgjidhje këtij ngërçi apo kësaj situate. Një gjë tjetër që është përmend ka qenë ndërhyrja e presidentës, pra një takim konsultativ i presidentës me partitë politike, kurse ka pasur edhe zëra që kanë kërku ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, që ma shumë ndërhyrje politike se sa ndërhyrje e mekanizmave ligjor. Megjithatë, deri me tani nuk kemi pa diçka të tillë apo iniciativë të tillë dhe duket që nga perspektiva ime ka një interes të dyanshëm që të zvarritet edhe pak, sepse me gjatë nuk është shumë halli tek çështja e kryeparlamentarit, është halli të numrat për qeverinë e re, që duket që nuk i ka as partia që i ka fituar zgjedhjet, po as partitë e tjera. Po kjo është edhe ndoshta edhe një lojë, le të themi, në thonjë e Albin Kurtit për të testuar, sepse opozitës nuk është se i kushton gjë. Në fundit kryetari i parlamentit pra është thjesht një speaker i cili drejton seancat, por ndoshta Albin Kurti pra kërkon, le të themi, kërkon votat nga opozita sa për të kaluar pra zgjedhjen e kryetarit dhe ndoshta ka asin në mëngë, mund të ketë votat për qeverinë? Po, është një lojë, po në anën tjetër nuk mund ta relativizojmë dhe në këtë mas pozitën e kryeparlamentarit, mos harrojmë se kryeparlamentari në një situatë ku vendi mund mos ketë president dhe ushtron detyrën e presidentit, e po ashtu se i përket seancës për zgjedhjen e qeverisë, e ka në dorë pastaj gjithë situatën dhe mund ta zvarrisë edhe me tej këtë çështje. Pra nuk është pozitë krejt e parëndësishme, po insistimi në emrin e Albulena Haxhiut, duke qenë i vetëdijshëm dhe duke pasur të ditur që mund të ketë një emër tjetër që mund t'i ketë votat,
insistimin e Albelena Haxheun, duke që është pak a shumë lojë politike apo blerje e kohës për t'i bërë numrat për qeverinë, sepse e kemi thënë që ka mungesë të numrave dhe në mesin e komuniteteve jo shumicë, jo serbe, njëkohësisht. Pra, kjo pjesë mund të konsiderohet dhe mund të cilësohet si një lojë e kurtit, i cili për më keq në gjithë këtë kohë ka heshtur para media dhe s'ka shfaqur kurfar interesimi që të deklarohet më konkretisht lidhje me këtë ngërsh. Domethënë, po flasim prej përfundimit zgjedhjeve deri me tani asnjë fjalë të vetëm nuk e ka thënë. Po Fatmir Limaj, çfarë roli? U fol më herët pra se Fatmir Limaj mund të kisha arritur një marrëveshje me Albin Kurtin. Është tërhequr? Limaj për momentin mund të themi që e ka pak pozitën që për kohë të gjatë ka pasur Ilir Meta në Shqipëri, ani pse me numër më të vogël deputetëve, është një farë kingmaker aktualisht, në kuptimin që ai po abstenon të pozita e kryeparlamentarit, duke që kështu po arrit pazarin për qeverinë. Momentalisht asaj s'po deklarohet, po kërkon zgjidhje dhe po përmend marrëveshje politike, por nuk ka diçka konkrete sa i përket zotit Limaj. Domthonë ka një diskurs, le të themi, përbashkues dhe që shpesh e përdorin të ne politikanë të Kosovës, pra thirrje në emër të interesit shtetëror, po nuk ka pasur ndonjë lëvizje së fundi prej tij, qoftë ka opozita, qoftë ka zoti Kurti. Gjithsesi, Fatmir Limaj ndoshta është duke menduar atë që ju sapo thatë, pra të rrisë pazarin karshi lëvizjes vetëvendosje, sepse 3 votat e tij janë vendimtare që mund të arrihet në 6-1 për formimin e qeverisë. Po këtë po thoya, domethënë mendoj që Limaj me këtë abstenimin e tij në pozitën kryeparlamentarit është duke e përdorur si mekanizëm që të rrit pazarin, që t'i krijoj vetes mundësi që të marrë një hisë më të madhe në tortën e pushtetit. Oti, po opozita, në rast se do t'i vi radha, a i ka vërtet numrat 61 për të formuar qeveri në rast se nuk e formon dot lëvizja vetëvendosje? Opozita mund ta ketë problem gjithashtu për shkak se sikurse edhe lëvizja vetëvendosje edhe opozita nuk është i ka të sigurta krejt votat e minoriteteve jo shumicë. Në anën tjetër, Limaj po ashtu mund të arrit pazarin edhe karshi tyre, prandaj edhe opozita ndodhet në një situatë të ngjashme, sikurse edhe lëvizja vetëvendosje me të vetmin ndryshim që këta nuk e kanë barën për ta zgjedhur kryeparlamentarin. Shkodran Hoti, unë të falenderoj, ishe kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit dhe ditë mbar. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit. Ishim me gazetarin Shkodran Hoti nga Prishtina, pasi për herë të 8 ka dështuar sot seanca për të zgjedhur kryetarin e ri të kuvendit. Mirë, do të shkojmë në